Mjetët? Absolutisht. Këta vetëm ka ndryshuar mjetët, sepse tash kanë qasjen gjitha resurset, gjitha burimet shtetënore dhe ato në mënyrë masive po i keq përdorin. Dhe është argumentuar nga opinioni, në për studio televiziv, nuk kam nevojë me e thonë shumë, përpos asaj që nuk ka pas korupcion më të madh se sa në këtë qeveri, në mënyrë të sistematike, nuk ka pas zyrtar më shumë të akuzuar të nënhetime, me kallëzime penale, me akt akuza, se sa në këtë qeverisje. Zoti Beqiri, Sovjetu kanë bon LDK? 36 vite i festojun edhe LDK-ja me 23 vjetor. 36 vite. Mon po him që thuhet vitin e arshëm 37 vite. 37 vite. 37 vite në LDK. Si e ke pa letër në Zotit Kurti drejtuar LDK-s? Për thirrje, edhe përmendet e pozicioneve që keni pasur në koalicione, përmenin që më LDK ata shkëdhësit për një klasë 3 politike, nuk jeni sikur ata, si e ke pa letrën? Po s'pari letra është shumë, është fars, është ftesë për të thirrë për mos me shku, është po ashtu në përmbajtjen e saj, si që the, edhe fyse, edhe tentim për denigrim të personaliteteve. Dhe të harra dikush që mundet mi denigru personalitetet që kanë dhonë shumë për LDK-n. Dhe të harra në kush do të qoftaj. Qa ka Zoti Kurti me juve, Misa Mustafa, Maki Veliun? Me Lutfiazirin, po flasë për një plot që këni qenë bashkëpunëtor të matë ngusht të presidentit Rukov. Po ka sepse ai me neve nuk mundet me, tash po flasë personalisht, nuk mundet me elu, unë nuk jam i kapur nëse më thuhet. Unë e tham atë që e mendoj, e që e besoj, dhe unë nuk i servilosem askujt, sepse jam mundu gjatë gjithë kësaj kohë me bo punën time, dhe i vetmi barometër i vlerësimit punës time edhe të LDK-s kanë qenë votat e qytetarëve. Si e komenton ato? Ata e tash jeni ju. Po kjo është e ullt. Tu alëdu të ju, të profesori, profesor Mustafa, të një pliade figurave. Zotë Fidan, ne jemi po të njëjtit që kemi majtë gjallë jetën politike, gjithsesi politike të lidhjes demokratike të Kosovës. Ne jemi ata që i kemi fituar zgjedhjet vazhdimisht. Ne nuk kemi ardhur pa vota në ato institucione, gjithmonë me vota, si shtirët ai tash në votat e tyre. Prandaj po e them shumë qartë, a i ka me neve, sepse me neve nuk mundet me ludi, sa as me muë, dhe thjesht këto e në goditje, tentim për të godit në nervin e LDK-s, nëse mund të thuhet, në emocionin e LDK-s, në sentimentin e LDK-s, në rrugovizmin e LDK-s. Ne jemi persona që përfatsojmë një adënë të LDK-s dhe këtë s'mund t'a bëj askush. Në regull, thatë që kjo e ka me neve me pliadën e ju që keni majtë letën politiket LDK-s gjallë, keni fitu zjetë pas luftës në polemikat matrana, kundërshtime më mdajnë atë ko me PDK-në me partitë e tjera, po so po vlerësohen sot për LDK-s, për shembull, këtë rast Akim Veliu nuk është nisë, Zoti Beqiri, s'kam sa arbane se kur ti e ka me juve kështu tash, po ju, çka keni me juve, mrena çka kanë me juve. Pse nuk është Akim Veliu? Kjo është ai tentimi që pastaj edhe në shtëpit tona sigurisht që me u përzi edhe kur bën edhe kur s'bën, mirë nuk është më përzi asnjëherë. Unë vetëm mund të them këtë që Akim Veliu edhe plum ka hongër për lidhjen demokratike të Kosovës. Jo vetëm e hong kaq se kjo flet shumë çka dhe patjetër që unë nuk kam qenë forume ku është vendos, as në DE kuptohet Podujeves dhe as në kryesi qendrore, po thonë thjesht një njeri që ka marrë plumb për lidhjen demokratike të Kosovës, unë mendoj që gabim është mos përfshirja kaq. Zoti Beqiri, u ktheve prap edhe kësaj herë. Pse s'po dorëzohesh? Pse çau dash tash? Sa vjet politik, 37 vjet LDK. Tash trohet pyetja, a është më interes, përgjithësi, sentimenti për me konë bikush me një pozit, me një autoritet mrena subjektit, apo përgjithësia dhe ato që një obligim ndaj kauzës tyj politikës i LDK? Unë e thëmë shumë edhe qartë që unë jam një personalitet pothuajse i përmbushun, sepse i kam kushtru shumë detyra institucionale dhe partijake, vetëmja ajo që mu më ban me qenë aktiv është dashnia që e kam për lidhjen demokratike të Kosovës, për rrugovizmin, për partinë dhe atë që i ka dhënë identitet edhe partisë edhe vendit, dhe normalisht një obligim dhe një përgjegjësi të vazhdueshme për derisa të mund të punoj, edhe për një elektorat shkëlqyshëm që e ka, edhe dega e parë, Vranieci një orë, po edhe përgjithsisht Prishtina dhe në krejt Kosovën LDK-ja, thonë thjesht mendoj që mund ende shumë të kontriboj për LDK-n, sikur edhe shumë të tjerë, dhe e vetëmja gjatë që LDK-s mund të siguroj perspektivë të qartë edhe zhvillim është që ai inkorporimi i gjithë brezave të bëhet fuqishëm dhe asnjë njeri tepërt nuk e kem.
asnit njeri Jo tepër. do kërë ka asë njëri tepër.